Gjevat, me ullës. Hade ullë të kënë. Të ndëruar dëshamiet e fjallës artistike, i ndëruar kryetar Rasim Selmoni, të ndëruar të pranishëm. Deçani, jo rastisht është përzgjedh nga vetë autori që të jetë njëra ndër komunat e para, ku do bën promovimin e librit të tij Foshnjëria e kombit kosovar. Sipas autorit, kjo komunë jo vetëm që njihet për numrin e madh të krijuesve letar, dashamirësve dhe njerëzve të fjalës artistike letrare, është edhe fakti se nga këto kanë filluar shumë zhvillime të mëdha shoqërore, zhvillime kombëtare dhe historike. Autori i librit Foshnjëria e kombit kosovar, profesor Nezmettin Spahiu, njihet si veprimtar i shuar në trevat shqiptare, sidomos kohëve të fundit, i cili me fanatizëm mbron shtetin e Kosovës, në këtë rast edhe kombin të cilën e quhen kombi kosovar. Përkundër asaj që nga individ apo grupe kritikohet në masë. Duke mos dashur të lëshohen më shumë për librin, por edhe kombin kosovar, unë do përgëzoj autorin për guximin e tij dhe qasjen që ka. Fillimisht dëshiroj që në pika të shkurta të them ca fjalë për autorin Nezmettin Spahiu. Nezmettin Spahiu ka lindur me 1965 në Mitrovicë. Për shumë vite ishte profesor universitar në disa nga universitetet e njohura, si në Prishtinë, Tiranë, Tetov, në Hamburg dhe në Hamburg të Gjermanisë. Pas kësaj, profesor Spahiu për 20 vite radhëzi merret me teorinë e komb formimit, ashtu siç edhe vetë libri i tij, ku në fokus ka kombin kosovar. Është autor i shumë botimeve shkencore në revista të ndryshme dhe të njohura ndërkombëtarisht. Merret me analiza të shumta dhe komente të një zhanri specifik publicistiko-shkencor. Është autor i 8 librave, ku nga këto 2 janë në gjuhën angleze. Të respektuar zoni dhe zotrin. Para se të jap fjalën apo do të bashkëbisedoj me autorin e librit Nezmettin Spahiu, do ftoj para jush për një fjalë rasti politikologun Fatlum Sadiku, i cili më shumë do flet rreth librit e Foshnjëria e kombit kosovar. Ashtu që ftoj zotin Sadiku ta merr fjalën. Nderuar pjesëmarrës, nderuar kryetari i komunës, nderuar qytetar dashamirë të fjalës lirë dhe të fjalës artistike. Do thotë se si më prezantoj edhe zotëriu, jam Fatlum Sadiku, jam mik i autorit, zotrit Nezmettin, i profesorit, më shumë në opinion do thotë prezantohet si analist, po në fakt është profesor, do thotë u përmendet në universitetet ku ka ligjëruar më herët. Unë studimet e mia i kam mbaruar në Prishtinë, momentalisht i vazhdoj dhe jam në dizertacionin e masterit në Istanbul, në Universitetin e Istanbulit. Pikrisht në fushën që pak a shumë lidhet me konformimin, edhe pse nuk është direkt siç profesori i kanë ndjek për një periudhë 20 vjeçare studimet e veta. Megjithatë, kur jam detyruar realisht me e bëni një shkputje për studimeve të mia në Prishtinë, sepse kum pa nivelin, pas një tendencë, do të thotë me përçmu venin tem apo diçka të tillë, po kur e kum pa nevojën që nëse du me arrit një pikë më të lartë cilësisë akademike, atëherë vetë se duhet me studiu jashtë, dhe i kum pa, do të thotë nivelin dhe kurrikulumin edhe ato gjëra, jo vetëm në Turqi, po edhe në venet e tjera ku i kum vizitu, ku më arrit me pa një gjatë që në radhë të parë për 3 vitet studimeve në Universitetin e Prishtinës, përzgjedhja kurikulumit lëndëve në Departamentin e Shkencave Politike ka qenë mjaft e ngatruar, mjaft e mangët, edhe nëse jemi fut lëndë konkrete, ose nuk ka qenë përzgjedhja profesorëve e duhur, ose do të thotë lënda është quajtur apo është emërtuar me titullin përkaq, ndërkaq na janë shpjegu krejt gjëra tjera. Për shembull, kemi pas lëndë për kombin dhe për globalizmin, na është thonë me shkruar një seminar apo një diçka të tillë dhe përfundimisht studenti e ka kalu vitin, e ka kalu apo se ka kalu, do të thotë me shumë mangësi, edhe ka përfunduar si padijshëm në branshën konkret apo në teorinë konkrete. Shkurja jam në Turqi edhe angazhimi jam sa më i madh në lexime, pikrisht edhe në
lëmin e konformimit apo në teoritë e konformimit, më ka ra, do të thotë, me mendu me vetën se cilë që janë ata që s'paku i kanë hap këto debate, i kanë hap këto tema, apo i kanë prej këto tematika. Ekzistojnë dikun s'paku 3 apo 4 vetë, thotë që i kanë hap një temë tillë si që është teoria kombeve në Kosovë, dhe unë ata i kisha në mendje dhe pse gjitha librat nështë s'ku mujtë mi lexu as profesorit as tjerëve, po e dija se ekziston një grup i vogël i njerëzve që janë marrë me këto gjana, janë marrë me këtë tematik, dhe prej shpjegimeve që i merr janë Turqi i profesorave dhe prej atij bagazhit që i kisha lexuar dhe më herët këtu në Kosovë, dhe thot e pata një pasyr para vetës që profesor Spahiu me 2 apo 3 përjashtime tjera që ju kanë bashkangjit në ide, ka qenë ndër motorët lëvizës në këtë drejtim që mu hap debate dhe mu etablu gjanat sado që ndukje provokative, megjithatë me hap debat, sepse edhe natyra e demokracisë është e tillë ku kërkohet liria e fjalës, ku kërkohet liria e mendimit, ku kërkohet do të thotë prurja sa më e re në treg e gjanave të reja. Ajo çka ka dominu, do me thonë, me vite në shkollimin, në krejt kurikulumin shkollar, edhe titist, po edhe në veris, sepse në Kosovë zatën shkollimi ka qenë një kombinacion mes këtyne dyjave, është teoria staliniste e kombit, do të thotë teoria etnosimboliste e Edvard Kardelit, do thotë ideatorit jugoslav teorisë të kombit, e cila masanina veç është transmetu të autorët kosovar, dhe një teori e tillë ka arrit më ju inkubu në kokën e secilit studius, e secilit profesor që për këto gjeneratat tona kanë dominu në Universitetin e Prishtinës, po edhe ndekt që i ka pasur Universiteti i Prishtinës. Thotë, dobia e këtij libri, dobia e kësaj prurje që profesor Spahiu, jo vetëm me këtë libër, por edhe me libra të tjera të mëhershme, në vazhdën apo në vjushmërinë logjike, që në mënyrë konsistente vazhdon të na sjellë në treg, qëndron pikërisht në radhë parë të guximi me hap një debat i tillë. U përmend më herët që thotë prej personave të papërgjithshëm, po edhe prej njerëzve që akoma e kanë mendjen e ngurtë është sulmu edhe në kontekstin akademik, po do të thotë edhe është neglizhuar në shumë çka tjetër. Por megjithatë profesori nuk është ndalë. Me guximin e tij intelektual dhe me guximin e tij akademik ka arrit me çfarë rrugën përpara dhe idetë e tij, bindjet e tij, mendimet e tij mi plasu në terren. Ajo çka është jashtëzakonisht e dobishme, mbase edhe për gjeneratat e vjetra cilat në kontekstin shkollar ma nuk ju hynë në punë përpas kontekstit interesimit, është fakti që studentat që vijojnë në branşët sociale, për shembull studentat e shkencave politike, studentat e sociologjisë, po edhe do të thotë pse jo edhe të psikologjisë, ku do të thotë po ashtu nacionalizmi e ka një farë lloj lidhshmërie me psikologjinë, nëse veç janë të interesuar dhe janë do të thotë të tillë që tentojnë sa më shumë me pas një pasyr alternative të prurjeve, atëhere do të thotë dera e parë dhe të mos them dera e vetme janë në prurjet e profesorit, qoftë me librat e mëhershme, qoftë me librat e fundit, sepse do të thotë në terren aktualisht, edhe më herët, po edhe aktualisht fatkeqësisht mungon alternativja në teorinë e kombit, nuk sjellen mendime alternative. Shkollimi e bën të vetën. Do të thotë 60-at, 70-at, 80-at, po edhe sistemi paralel i Rrugovës e kanë bërë vetën që edhe në publicistikën shqiptare, edhe në fushën akademike shqiptare, edhe do të thotë në secilën pore të mendimit, me qenë i inkubum veç një mendim. Do të thotë mendimit që s'pari Stalini e ka udhën pa, e që në kohën e Jugosllavisë Kardeli e ka përpunu. Do të thotë kjo ide për me elaboru ma, edhe pse nuk kemi shumë kohë, do të thotë për me hap pak se çka nën kupton kjo, nisë edhe kombit.
Në teorinë e Stalinit dhe në teorinë e Kardelit njëjtësohet etnia dhe kombi, edhe janë krejt paqarta apo krejt dvagullta dhe krejt mjegullume specifikat konkrete që kombi si konfiguracion politik i përmbanën vete, thjesht bëhet një mishmash mes koncepteve dhe studenti që do të thotë jemi dëshmitar që viteve të fundit ka rënë edhe vetë interesimin, pra edhe vetë interesimi ka ra, po kur kombinohet kjo edhe me teoritë e gabume që janë shpjeguar më herët, atëherë para nesh dalin gjeneratat tona gjysma gjelve, realisht, por edhe përjashtimet, do të thotë, sepse është një dallim mes pesimizmit edhe ndjellakëqësisë, do të thotë s'duhet jemi ndjellakëq dhe unë edhe pse thash se kemi varfëri, megjithatë ekzistojnë ato filizat e shpresës se ka student interesum, ka student që e vrejnë, do të thotë, dobësinë e kurikulumit, e vrejnë dobësinë e literaturës të mëhershme dhe e vrejnë ato ngarkesat ideologjike që kanë ekzistuar në literaturën e mëhershme dhe janë të interesuar me çfarë rrugën përpara në këtë drejtim. Prandaj, natyrisht se si çdo qytet tjetër i Kosovës, edhe Deçani ka një kapital njerëzor të studentave në Prishtinë apo të studentave në Pejë, këtu si qytet më i afërt. Kështu që normal që studentat e tjerë që nuk janë të branshave sociale nuk i lidh shumë kjo gjë, po studentat që janë, do të thotë, të fushave sociale, të shkencave politike, të sociologjisë, si që përmend edhe më herët, thotë një prej orientimeve më kryesore, definitivisht sipas mendimit tim e kanë profesorin si autor edhe i kanë veprat e tij, prurjet e tija si autor. Kaq kisha. Nderit. Faleminderit zoti Sadiku. Kombi shqiptar, kombi kosovar, to dy nacione. Ma tepër do të flet apo do të sqaron profesori Nezmedin Spahiu. Profesor, nëse aty. Mirë, s'ka problem, këtë njësaj që. Ju faleminderit që keni ardhur. Kryetar Sulmone Rasim, faleminderit për organizimin edhe Adem, faleminderit shumë. Ndoj organizimin një promovimit një libri, tregon edhe kulturën e një qyteti, tregon dhe ati mesit, më thonë sa është një gjendje me interesu me dëgju, edhe në radhë parë, më thonë pjesëmarrja, tregon kulturën e mesit e pas jo dhe cilësinë e librit, se cilësia e librit tek masi të lexohet, vlerësohet. Zakonisht unë po jemi detyru me sqarue shumë sende kur unë kam filluar me zbërthy teorinë, se me teorinë e kombëve merrem që 20 vite, njerëz të qarqe politike kanë qenë të friksuara se mos po promovohen politikisht, edhe kanë filluar me bëni propagandë të tmerrshme kundër meje, saqë unë kam shkruar një artikull, se kam bërë 100, duke kesh përdor pastardue të gjitha ato çfarë unë kam thonë, në mënyrë që njerëzit me i friksue që sa po ta lexon titullin se emrin e autorit, mos më shku, mos më lexu manej, më tut për vetit, mos po indoktrinohet, mos po hen në komedit në rrugë dallashës. Kështu ka qenë tendenca, edhe në të mos edhe e kanë arritur qëllimet. Kanë arritur qëllimin me antagonizu, sa që njerëz edhe miqtë mi edhe njerëz që kanë lexu, po mendoj që kanë vlerësu për i veprimeve tjera, kanë fillu mu friksu për kësaj punë. Po, me gjitha ato shkuam me sqaru, edhe me fol, mu zhvesh prej këtyre insinuatave, intrigave, sepse kjo nuk është punë interesi jam, po është punë interesit publikut gjë. Njerëzit në Kosovë me komuniku me botën. Cili është, Fatlumi e shpjegoj këto, cili është, po mendoj, qëllimi im kryesor, që ka qenë me këto që kam shkruar, në vazhdimsi është që me mujt që
njerëzit tonë, studentët, politikanët, qytetarët, me komuniku në mënyrë normale me botën perëndimore. Me komuniku me perëndimin në mënyrë normale. Mos me pas keqkuptime çfarë ekzistojnë, për shembull, kur vjen këtu Hillary Clinton ose kur vjen Tony Blair dhe përmend kombi kosovar, dhe ta i hapin syt çabo, tash ka la doli kjo. Ose kur ta folin politikanë tonë, kur folin për kombi shqiptar, andaj ne bashkëbisedues atje kujton që po folin për Shqipërinë. Edhe tash ai e gatronet se qënë krejt në rrugë gabum, edhe nga buron kjo. Kjo buron nga fakti se në të gjitha vendet socialiste ka qenë një sistem i shkollimit, i cili ju ka përshtat ideologjisë komuniste. Historia, letërsia, konceptet në lëndët shoqërore, se që është koncepti i përkombërit, krejt to jenë parë në një dritë të caktuar. Domethënë është zhvillu një botë krejt paralele për botës tjetër. Kur ka rënë komunizmi, në këto vende kanë rënë edhe këto koncepte. Edhe vende si që janë Bullgaria, Rumunia, Rusia, e shumë tjera vende komunizmi, jenë këthy asaj edhe sistemit shkollor, edhe mësimit, edhe historiografisë, edhe letërsisë, asaj që e ka mësu para luftës dytë botërore, përkatësisht para ardhjes së komunizmit në pushtet. Po kush janë dy vendet të cilat nuk e kanë bërë këtë punë? Janë Kosova dhe Shqipënia. Edhe Serbia, që është e vërtetë. Edhe Maqedonia. Këto vende nuk jenë këthy, akoma kanë vazhduar me të vjetrën, edhe mënyra që mësojmë sot historinë njerëzve, koncepte shoqërore, shkon përshtat me konceptet e shokut Enver Hoxha, po jo me interesat e vërteta të cilat i ka kombyen, të cilat i ka shoqëria jonë, të cilat i ka Kosova, të cilat i ka Shqipëria. Dhe përpjekjet e mia kanë qenë që ato çfarë është bën, domethënë që është në botë, që është një gjë normale, zhvillimi i teorisë se konformimet, e cila zhvillohet për çdo ditë, në botë përmes shkrimeve, një gjuhë më të kapshme për publikun, mja prezentu publikut në Kosovë edhe në Shqipëri. Une, do shta e më ndër autorët e rallë që një të shkrim gjithmonë e botojnë në ato që botojnë në Prishtinë, e botojnë në Tiranë edhe në Shkop. Përse? Sepse do më thonë të gjithë kjo opinion, do më thonë qoftë opinioni shqiptar në Maqedoni, qoftë në Shqipëri, qoftë opinioni shqiptar në Kosovë, e ka këtë nevojë. E ka këtë nevojë me pa dhe me zbërthy këto koncepte me bën në mënyrë më të pranueshme. Tash do të fillojnë qoftë si mërzis, po mendoj me pa ku është ajo dallimi dhe ku është mos kuptimi jonë me botën perëndimore, me botën anglosaksone. Cili është ai? Ne kur flasim, kur themi kombi, e mendojmë etninë. Fare nuk e mendojmë konstruktin politik tonë, po e mendojmë veç etninë, përkatësinë tonë etnike. Etnia përcaktohet me gjukën e me gjakun. Më thonë, dhe kjo s'ka të bëjmë me teritorin, s'ka të bëjmë me shtetin. Shqiptar është ai që i ka nonën dhe babën shqiptar, pa më parasysh ka lind në Australi, në Afrikë, në Shqipëri, në Kosovë, kudo. Domethënë, etnia është një sen biologjike. Edhe ajo nuk ndryshon. Kur unë kam folë për kombin kosovar, njerëzit, ata që hasmit e mi, kanë fillu me shpjegu si kur unë po du me jam ndryshu gjakun shqiptarve, gjuhën, kulturën, edhe më bot diçka tjetër ku me diçka, që është plotësisht
nonsens. Etnia është një koncept biologjik. Kombi është një krijesë politike. Kombët kanë lindë pas revolucionit francez. Disa, me përshtim, ndoshta suedezëve, anglezëve dhe holandezëve që janë kriju edhe para revolucionit francez, për pra vitit 1879. 1789, më falë. Një ide kombëtare, do më thonë që quajmë komb edhe që quajmë lëvizje kombëtare. Komb quajmë pronarin e shtetit. Në mësijet, pronari i shtetit ka qenë cari, sultani, perandori, ka qenë një individ. Shteti ka qenë i tij. Kurse pas revolucionit francez, krijon komunitete të tëra, të cilat bëhen pronar të shtetit. Edhe pikërisht ky komunitet, që është pronari i shtetit, që ai quhet komb. Në shumë raste, ai është krijuar mbi bazën Në shumë raste, ai është krijuar mbi bazën e etnisë, diku në krijuar mbi bazën e fesë, diku në krijuar mbi bazën e territorit, domethënë nga shumë baza varsisht për vendit edhe prej idesë që ka qërkullu. Po, që është kryesore për një komb? Është ideja vllaznillakut. Domethënë ideja liri, vllazni, barazi, parolla e revolucionit francez, ku domethënë një komunitet i njerëzve, një bashki njerëz që i konsiderojnë veten të lirë, të barabartë, edhe vllazën mes veti. Në rastin ballkanik, kur është krijuar kombi serb, është krijuar mbi bazën etnike dhe fetare. Sot, për shembull, nuk ekziston shprehja serb musliman ose serb katolik. Po në shekullin e 18 ka pasur edhe serb musliman dhe serb katolik. Po kur u kriju kombi serb, ata kanë konsideruar serb vetëm ai që është ortodoks dhe që është serb me etni. Për zonë, o e kanë prej ose i kanë konvertu përsëri në ortodoks. Kombi bulgar po ashtu, kombi grek po ashtu, kombi rumun po ashtu. Kur u kriju kombi shqiptar, u kriju mbi bazën monoetnike, mbi bazën e etnisë shqiptare, domethënë ata që kanë fol gjuhën shqipe, dhe mbi bazën multifetare. Është kombi i parë në Ballkan që është ka lindë si një komb multifetar. Pra, ideja lëvizje kombëtare quhet prej momentit kur dikush e jep idenë mu kriju një shtet, që i prej idejës lëvizje kombëtare shqiptare konsiderohet prej Naum Veçilharxhe që ka dhënë idenë për mu kriju shteti në Shqipënia si shtet, deri te Sami Frashe më vonë, kurse kombi shqiptar konsiderohet i lindur momentin kur ai në konferencën e Londrës është pranuar nga kombet e tjera. Domthonë, edhe kjo është mosha e kombit. Tani kombi shqiptar, domthonë, i ka 100 vjet. Po disa kombe lindjen më të pjekura, disa lindjen më të lëngshta, varësisht domthonë për kushteve, rrethonave e tjera, por kjo është kombi shqiptar pra për dallim për ide, kombeve tjera ka lindë si një komb monoetnik e multifetar. Për dallim kombi turk, i cili ishte një komb monofetar, por multietnik. Dhe sot është në Turqi të zonë, Erdogani nuk është turk, është Laz. Qysh e dallojmë na kur një komb është multifetar? Nuk ka rëndësi sa është përqindja aty, nuk ka rëndësi cila është atituda. Për shembull, ne këtu në Kosovë, njësoj si kurse kombi shqiptar, edhe kombi jonë, domthonë është një komb multifetar, është monoetnik. Këtë kombe përbojnë vetëm shqiptarët e Kosovës, sepse vetëm shqiptarët e Kosovës mundën realisht mu zgjedh president Kosovës edhe kryeministër Kosovës. Është multifetar, pse është multifetar? Sepse një musliman apo një katolik kanë njësoj shansa
mu zgjedh për president ose kryeministër të Kosovës. Kurse Serbi, Bosnjaku, Turku, Romi nuk ka shansë mu zgjedh realisht, edhe pse ka drejt, por nuk ka shansë reale mu zgjedh presidenti i Kosovës. Ku kemi dëshmu na që jemi një kamp multifetar? Ne kemi në rastin e Gjakovës, kur 80% banorëve musliman e kanë zgjedh kryetarin e komunës një katolik. Është zgjedh me vullnetin e tyre, e kam fjallën për mandatin e kaluar, kur është zgjedh pa lekaj kryetari. Dhe me këtë, na kemi dëshmu që jemi një kamp multifetar. Ose shikoni për shembull nëse shikoni listën e deputetëve sot në parlament. Anton Quni ka marrë vota më shumë se sa që ka katolik në Kosovë. Do thonë që nuk kanë votuar vetëm katolik, por kanë votuar edhe muslimanë edhe tjerë, domthonë sepse qasja jon si kam është e tillë, është multietnike, multifetare. Por ne nuk kemi një qasje multietnike. Edhe po them këtë sepse shpesh këta domthonë njerëzit që kanë luftuar kundër me janë përpjekje me shpjegue kombi kosovar me përzime multietnicitetin, me përzime me një përzire, me mandje edhe njerëz jo vetëm po mendoj njerëz kështu pa shkollë, po njerëz që lexojnë libra, njerëz që shkruajnë libra, për shembull si Jusuf Boxhovin në një takim thoshte s'mund të ketë kosovar sepse nuk munden me konë edhe shqiptarët edhe sërbë një kom. Ka doli kjo, kush e ka thonë këto? Unë se këmë thonë to kur. Se të gjithë ata që kanë përmend kombin kosovar, nuk kanë thonë që sërbët edhe shqiptarët mujnë me konë një kom. Na është ta mujnë me konë, ku me ditë, mas 1000 vjeta, mas sa vjete, por ne kur flasim për shqiptarët e Kosovës. Kjo është sikur Gjerman, në rasti etnisë gjermane. Gjermanët bojnë jetën e kombit në Gjermani, jetën e kombit në Austri, jetën e kombit në Luksemburg, në Liechtenstein, bojnë jetën e minoritetit në Kazakistan, në Rusi, në Kroaci, në shumë vende tjera të botës, po Gjermanët janë pjesë integrale e kombit Zvicran, janë pjesë integrale e kombit Amerikan, janë pjesë integrale e kombit kanadez, janë pjesë integrale e kombit australian. Pse? Sepse Gjermani në Australi, në Amerikë, në Kanadë, mund pa asnjë problem mundet të mos zgjedh president i Kanadës ose i Amerikës, kurse Gjermani në Rusi nuk mundet të mos zgjedh president i Rusisë. Por mos zgjedh president i Rusisë duhet me konë rus me etni, edhe duhet me konë ortodoks.